Situata në Big Brother VIP Albania ka hyrë në një fazë shumë të nxehtë dhe dramatike, sidomos pas primejit të fundit ku u vendos fati mes Rogerti dhe Brikena. Ky moment ishte vendimtar, pasi të dy ishin përballë njëri tjetrit për të siguruar një vend në garën drejt finales së madhe, një fazë ku çdo lëvizje dhe çdo fjalë ka peshë shumë më të madhe se më parë. Në fund ishte Rogerti ai që arriti të fitojë përkrahjen e publikut dhe të rikthehet në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Por, ndryshe nga rikthimet e zakonshme që shpesh shoqërohen me emocione apo përqafime, hyrja e tij ishte krejtësisht ndryshe. Ai hyri me energji të fortë, duke bërtitur dhe duke sfiduar menjëherë atmosferën që ishte krijuar mes finalistëve. Që në momentet e para, ai nisi përplasje verbale me 3 banorët që tashmë konsiderohen finalist, Selin, Mateo dhe Miri. Kjo sjellje tregoi qartë se ai nuk kishte ndërmend të hynte në mënyrë të qetë apo diplomatike, por përkundrazi, synonte të trondiste ekuilibrat e krijuar në shtëpi. Në këtë fazë të lojës, ku zakonisht banorët përpiqen të ruajnë imazhin dhe të shmangin konfliktet e forta për të mos humbur mbështetjen e publikut, strategjia e Rogerit duket të jetë e kundërta, përballje direkte dhe pa filtra. Edhe dita pas rikthimit nuk ka qenë më e qetë. Rogerti e ka nisur mëngjesin sërish me debate të forta, duke u përfshirë në diskutime me pothuajse të gjithë banorët. Ajo që ka rënë më shumë në sy është përplasja e tij me Miri, një person me të cilin ai më parë kishte deklaruar se kishte marrëdhënie të mira, madje e konsideronte sholl. Debati mes tyre mori një kthes shumë personale në një moment të caktuar, kur Rogerti i drejtoi një pyetje shumë të drejtpërdrejtë dhe delikate, nëse ai kishte tradhtuar bashkëshortën e tij. Kjo pyetje u konsiderua nga shumë si një goditje në mbres, sidomos duke qenë se çështje të tilla personale zakonisht shmangen ose trajtohen me kujdes në publik. Përgjigjja e Mirit ishte e shkurtër dhe e prerë, jo, pa u futur në sqarime të gjata, por tensioni i krijuar nga ky moment ishte i dukshëm. Kjo situatë tregon se marrëdhëniet brenda shtëpisë janë duke u përkeqësuar dhe se besimet e krijuara më herët po thyen. Në këtë pikë të lojës, ku finalistët janë shumë pranë finales së madhe, çdo debat i tillë mund të ndikojë drejt për drejt në mënyrën se si publiku i percepton banorët. Disa mund ta shohin Rogerin si një lojtar të fortë që nuk ka frikë të thotë të vërtetën dhe të përballet, ndërsa të tjerë mund ta konsiderojnë sjelljen e tij si agresive ose të panevojshme. Nga ana tjetër, reagimet e Selin dhe Mateo ndaj situatës janë gjithashtu të rëndësishme, pasi mënyra se si ata menaxhojnë këto përplasje mund të ndikojnë në imazhin e tyre si finalistë. Nëse ata arrijnë të ruajnë qetësinë dhe të tregohen të matur, kjo mund të shihet pozitivisht nga publiku. Por nëse përfshihen në konflikte të ashpra, rrezikojnë të humbasin mbështetje. Në përfundim, rikthimi i Rogerit ka ndryshuar ndjeshëm dinamikën e lojës në Big Brother VIP Albania. Ai ka sjell tension, përplasje dhe një energji të re që mund të ndikojë fort në rrjedhën e finales. Tani mbetet për t'u parë nëse kjo strategji do ta ndihmojë të fitojë zemrat e publikut apo do të kthehet kundër tij në momentin më vendimtar të garës.